Numri 2 i qeverisë Belinda Balluku është duke hetuar nga SPAK për afera korruptive, duket se prokurori i çështjes ka përgatitur dhe akuzën ndaj saj për ta marrë të pandehur, ka qenë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka adresuar disa pyetje SPAK për këtë çështje, duke pohuar se Ballukut i është dërguar fletëthirrje për t'u paraqitur që të njihet me akuzën. Belinda Balluku është zyrtarja më e korruptuar e shtetit shqiptar në këto 35 vite. Në çdo aferë, në çdo sektor janë gjurmët e saj të korrupsionit, nga energjia tek infrastruktura, nga tuneli Llogaras tek aeroporti i Vlorës. Prokurori i posaçëm, zoti Dritan Premçi, është në presion nga brenda SPAK, nga nivelet më të larta të pushtetit, nga segmente të caktuara mediatike apo nga eksponent të krimit të organizuar. A është e vërtetë që prokurori i posaçëm, zoti Dritan Premçi, ka thirrur për javën që vjen me synim komunikimin e statusit të pandehur së vendës kryeministren Belinda Balluku? Bardhi shkon edhe më tej me detaje, duke ngritur pyetje nëse kryeministri Edi Rama i ka bërë presion prokurorit Dritan Premçi për të anuluar thirrjen, e madje edhe zëvendës kryeministrja ka sajuar udhëtime jashtë vendit me qëllim shtyrjen. A është e vërtetë se për këtë shkak prokurori i posaçëm zoti Dritan Premçi ka patur ndërhyrje të drejtpërdrejta nga kryeministri Edi Rama për të anulluar thirrjen e Belinda Ballukut, duke informuar prokurorin se ajo nuk do të paraqitet në SPAK javën ardhshme? A ka sajuar Belinda Balluku një aktivitet ndërkombëtar në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë që do duhej të paraqitej në SPAK, me qëllim që të justifikojë refuzimin dhe për të fituar kohë për të shtuar presionin ndaj prokurorit? Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi i ka dërguar pyetje edhe kreut të SPAK Altin Dumani nëse ka dieni dhe ka marrë masat për mbështetjen e prokurorit, si dhe i ka bërë apel partnerëve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që të monitorojnë këtë çështje.